Nuk jam unë i trash që shtu dhe shbadi hava, vëllën. Qysh? Me thyja që mi bu? Jo, veç është të qështu. Arber, ku na ke pru sot, kalzëm? Sot kemi me artë vendi jam më preferum Prishtinë. Për nime? Tintin Cocktail Bar. Ku gjendet kë? Kjo është në qytetin Pejton, Okej. për mas qerdës. Unë e kum ni për hamburgera që i kanë të mirë. Berati, do me thonë, nuk ka sen që livdon ma shumë. Hamburgerat e Tintinit, ato se pa të bo njëre. Po s'pun kujtuat, s'dija ku ma hongër njëherë. Sendviqa po ashtu dhe pasta të mira, bojnë risotto të mira. Po, hajde, ti vendos për mu. O, gjithë. Ta në zonën venin. Tintin, let's go. Ej, që t'hije ti për të mire pasën. Ambienti është fantastik. Shumë pëlqen, për ndryshe orë këtu vi që një 4 vite. Apo? Kërë kemi pas zyre që të shumë ofër. Po, të Skardioni. Po të Skardioni e pas më zbulu si të vend. Edhe pre asaj kohe 2 herë, 3 herë mujë sigurisht vi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Qka? Qa kena këtë? Soup of the day. Dëgjom, këtë vend, për mu është këtë vend është i kompletum. Jo vetëm përvoja ushqimit e pijeve, po edhe ambienti është fantastik. Dizajni E vërtet. urban, cool, modern, muzika, aty për mas vesh njët pak. Perfekt, që shki qefti do me thonë. Për ndryshe, menyn për mendimin tem e ka të kompletume, nuk është meny e madhe, Okej. edhe i përfshin shumicën e seneve të cilat dikush i kesh hongër për një drejt. Okej. Qa pas ka këto? Për ndryshe, Tintini i bën edhe koktelat fantastik, prej aty në klasik, deri te koktelat të cilët këta i bojnë si speciale gati në baza javore. Qaq është vend që më pëlqen mu, po jo veç mu, po edhe shoqërisë teme dhe familjes teme, nuk më ka ndodhur asnjëherë me thonë, apo shkojmë Tintin, as grus tem, as fëmijëve të mia, ata me thonë jo valla. Anime? Nuk u do, jo. Pa shtatë shumë? Okej. Definitivisht. Ani, gëm. Secili e gjen veten që do. Masi ko ke miri familiarizuar me këtë vend, hajt porosit për mu. Do me thonë, çka do që menon ti që më kish lënë përshtypje të mirë mu. Po, për burimin, atë është një sandviç me punë, me mjalë edhe i djegës. Me mjalë pikante. Okej. Mandej, një ricota burger. Mandej, i kisha provu edhe qëto chicken wings që i bëni ju. Të mira janë edhe ato. Po ashtu, edhe një steak sandwich. Okej. A mund është qëto hamburgerin e sandwichin me na prin mes, si me thonë, me pos mundësi na dë me i shirë? Po, edhe me pi, apo marri mujnë për ju? Po. Po marri mujnë. Po, uj. Arianiti. Arianite? Po, Arianit kushe? Arianit si di. Pranor, a? Jo vetëm pranor, po edhe udhëheq, edhe kujdeset për Kej detaje. për këto detaje që janë këtu. Edhe qysh tash e kam njoftu shumë ma herët, pasi kemi punu këtu. Okej. Ka shumë pasion. E pasioni i vrehet në detaje, jo vetëm te menyja, po edhe detajet e dukjes lokalit, është ku mi ka pastërtia është shumë në nivel. Shërbimi është fantastik. Po. Është me të vërtet, në thonë, shembull se si duhet në udhëheq një lokal. Hajde. Trikona me vesh. White artuk që të gjatë trikona. Okej. Kjo është një pikante. Sa që bëtë. Sa nice na pas kam pre. Kjo është Sosja. sriracha sos. Sriracha. Ç'kjo? Sriracha. Që kjo keqop. Fries. Keqopi që Ketchup majonezi, po. Nëse s'm qet ketchup majonez, mu llogarit e sen s'ke bo. Cilët hamburgera i porosite? Porositëm një hamburger me ricota djathtë. Cila? Që kjo është me ricota? Që kjo është me ricota, edhe që kjo është pul me
me mjaltë dhe sos djegës. Jo, okej. Edhe qëto janë që kjo është që ajo sriracha, edhe që kjo ke majonezi. Po, Ketchup. ketchup majonezi jam. Dhe zësysh. Kjo është sandwich beef. Steak sandwich. Steak sandwich. A kena mja dalë me hongër kejtë qëto? Po I haj me zot. Chicken wings. Okej. Burim, Ah, e I gatshëm. I gatshëm jam. Hajde ta provojmë. Qërë mu pëlqen këto? Po. Që ta sanë këtu tash, po më interesant mendimi. O, qëre, mendimi jam, nga më një nisan, mendimi jam zbën më morë shumë parasysh, unë jam, do me thonë, jep I verdikt super amator njerëz. Nuk jam I kualifiku me jep qëndrime profesionale, po. Do diçka tjetër? Jo, perfekt, është fajnderit. Perfekt. Nuk jam I kualifiku me jep qëndrime profesionale, mas pari, do me thonë, gjdo koment I jam I zbën me umor për bazë, apo kuptan që me ndiku të dikush tjetër me orë. Kjo është absolutisht qia jame amatore, do me thonë. Me fillu me qëto. Hajde, fillojmë me Që qëto. apo Po, merë gjysës të qo. shkojmë. Opa, Për ndryshe burgeri. po e ndjenë që e ka një trip tjetër. Po fritat, to nuk I bojmë vetë, to I blejnë, por që personalisht mu qëto nuk më pëlqenë, mu më pëlqenë asi skinny. Edhe që të me McDonald's që po. Klasik. Po, klasik. Mire ki, që tha mos me hongër krejt se kena shumë. Hajde. Hajde. Po, diçka, okej. Po, ç'është. Që kjo ke me pula, Po, pull, me mjalt edhe sos djegës. këtë tjetër eksperiencë. Apo? është këse djekës që pishkon mjoltës. A ka mjoltë që do, apo? Mjalt. Kurse kisha menu që I funksionon një qësi kombinimi. Apo provojmë dashur që pjesën e që të Sandwichin. sandwichit, po, steak sandwich. Steak sandwich, shkojmë. Që për marrën në shtë këtu. Dhe ma pak, është ma e qa pjesën poshtë. Faleminderit. Edhe ti që urdhëroni. Ka rukoll, ka edhe gjethe brzilog I bazil. Okej. Po ashtu edhe djath. Fantastik njëre. Nëse. Një me tepër I shishëm. Apo I gjuhëm stash. Sa stilet wings. Po. Chicken wings. How about some chicken wings? Bëre me ta tërgu një trik që është me hongër chicken wings. Ma le. Haj. E shtyp. Po. E shtyp shtu. Që? Qëtë në sos. Shaun pak. shtu, Okej. djegës. Jo, këtë kompleta, ua. Par tripet. Ua. Nuk jam unë I trash që shtu dhe shbadi hava, vëdem. Hajde të provoj. Qishto, a? Po e shtyp. Rrëp. Ja, qysh. Me thyja, qa mi bo? Jo, veç e shtyp që shtyp. Hop. Shtype. Tap. Deri sa. Ja, ashtu. Lap. Hajde. Mire ki bo, mire. Tash? Tash. Cilën pjesë? Cilën, ku dush, cilën pjesë, unë është pas sos me sa. Qishto, a? Qashtë. Gati. 1 hour later. Qëra? 3 kijarë, bre. Burim. Fantastik je. E Fantastik. mësova një trep qysh me hongër chicken wings atë njerës. Burim. Verdikti. Verdikte absolutisht, do me thonë, fantastik. Tintin s'është veç një koktel bar, është një përvojë e plot gastronomike, punon si restorant ditën e si bar mramje. Ushqimi është game changer, buka, mishi, sallatat e freskëta, menyja me plot opsione. Prezentimi I pijatave është super estetik. Gjithçka duket si me nxjerrje me bëu gati për një foto të Instagramit. Menyja e kokteleve është origjinale, edhe forcon vibe-in e mramjes edhe më shumë.
Ves një gjo po ma mërmendja që mungon këtu, është ndoshta nuk e ka një farë opcionit sandiqave vegetarian që mundet me plotësu menyn e drekës. Shërbimi është i shkëlqyshëm, janë të vëmendshëm, e njohin menyn mirë, edhe bojnë rekomandime. Ambienti është super cool, dizajn modern me elemente lokale. Ka mjaft vend, i ka 2 dhoma, pavarësisht motit apo sezonit, por rekomandohet rezervimi sidomos gjatë periudhës drekës. Higjiena është në nivel të lartë. Kuzhina e hapur të lejon me pa vetë se çka po ndodh. Gjë që të jep një farë besimi pa pas nevojë me pyet. Sa i përket çmimit, po, është pak më shtrejt se sa mesatarja, por kvaliteti edhe gjithë përvoja justifikojnë këto. Është definitivisht për mu value for money. Një detaj interesant në Tintin, ata kanë një rregull që mosha minimale, sidomos mramje, është 21 vjeç. Kjo shpjegon se prej 330 Google reviews, ka disa dhe negative në Google, vinë kryesisht nga trit, në moshën që si ka lanë me hyjë, po, jo se ka pas problem real me shërbim apo ushqim. Si përfundim, koncepti, ambienti e shërbimi e bojnë Tintinin vërtet diçka të veçantë për tregun e Kosovës. Një model që letë mundet më funksionu Berlin, Londër apo New York. Kandidat serios për mu zgjeru më tutje në Kosovë, e pse jo edhe franqizë ndërkombëtare.